Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme ne do të vazhdojmë historinë e çiftit Ramaj. E në fakt përpara 24 orëve në studion time ishte zoti Syriar Ramaj, pikërisht babai 2 fëmijëve, i cili u përgjigj akuzave të ish bashorte Suadës, e cila ka qenë vetëm përpara disa ditëve në studion e emisionit Pa Gjurmë. Një çift i cili është ndarë fizikisht përpara 7 viteve, janë ende në proces divorci, por konfliktet janë të mëdha mes të dyve. Zonja Suada, mund t'i bashkohesh studios, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Si jeni? Mirë, mund të uleni e dashur Suada. Të lutem, po na del nga skenografia. Atëherë, urdhri i mbrojtjes është largësia deri në 5 metra, kështu që duhet të distancojmë deri në 5 metra zonjës për mos të sjell problematika të mëtejshme. Unë kur ftoj dy njerëz përballë njëri tjetrit, kontrolloj dokumentat. Në momentin që flasim, ka skaduar urdhri. Djalin e madh ma largonte nga shtëpia. Si që në moshën e vogël. Në ç'kuptim e largon? Në ç'kuptim me largonte, nuk ma linte me mua. Një urrëtie të madhe kishte në shtëpi. Ndaj jush? Po, ndaj meje. Nuk guxoja të bëja një gjë, të fliste një gjë. Vetëm fliste, bërtiste, ulëriste. Zonja në fjalë nuk flet. Me vllajën e vet, me nënën e vet, me motrat e vet, dhe nuk është pjesa ime, unë gjithmonë kam qenë në kundërshtim dhe nga mua ka harxuar një sasi lekësh ku kërkonte dokumentacionin për katës për pronat e prindit. Nuk më interesojnë fare pronat e prindërve dhe të motrave dhe të vllajt të saj. Unë të gjithëve atyre familjarisht ju uroj shëndet dhe jetë të jenë mirë për veten e tyre. Atëherë problemi më madhor janë fëmijët. Suada, djali ka deklaruar për studion e emisionit Pa Gjurmë që nuk dua ta takoj nënën. Ju keni akuzuar ish bashortin sa i e pengon. Po. E ke përballë dhe thuaja. Po. Si e ka penguar në bazë të kësaj që thot ky, që ndëgjova shumë mirë. Më fal, dhe zoti Surja, për hir të klevisit që po flasim, mund ta shikosh në sy dhe t'ia kthesh përgjigjen se tani po flasim për djalin. Nëse për çështje dashurie dhe problematika është e drejta juaj, po për hir të fëmijëve mund të shikojeni me njëri tjetrin në sy. Patjetër, mund t'i drejtohesh atij, jo mua. Djali më të shumte. Po, mund ta dëgjojmë dhe të kthejmë përgjigje. Djali më të shumte që ka marrë urrëtie, që thot ky nuk e do nënën. Po. Shkaku i gjithë kjo pune që është kërcenimi që i kanë bërë nga banesa, që u qumë gjithë si polici për me gjetë djalin. Se djali i madh kur erdhi në shtëpi, ka ardhur tani nga ora 7 i darkës. Unë në atë kohë që isha me urdhë mbrojtje. Kur ka ardhur policia, djali i vogël ka kenë gjumë, nuk ka kenë çut siç e deklaron ky. Ka kenë gjumë te dhoma e vet me telefon. Këto e gacmoshin, pam me telefon. Ai shkreti, u qu, ka kënë djali veti madh dëshmitar aty. Jo, më trego pse e pengon Surjai. Ja të përthemun. U qu, djali, vajtin banjo i shkreti. Edhe i thot vllai, çfarë ke ti tha? Pse erdhe tha? Po e kërcënonte. E i thot Ergisi, po jo, tha, mos u bëj tha me nerva ti. Qohem unë. Se unë e kuptova shumë mirë që e kishte dërgu ky. E thamun, o Ergisi, thash, ik më mirë, si që të bëra dhe radhën tjetër. Ik më mirë, i thash, lini djalin të qetë, i thash, mos e stresoni. Lini një të qetë. A i shkreti, sa shkreti divani i kishte marrë në telefon. Prap ky. Edhe Ergisi. I këtha u që djali. Pra, ju po të rëgoni, se s'keni shumë të televizive, që babai ka qenë shtysa që djali të humbiste. Të humbiste, që tikte nga banesa, djali, edhe shkapeti telefoni, ka qenë vllai vet dëshmitar, nuk flas pa dëshmitaru. Surja, po, e hodhi të telefoni, i them une. Dhe ta mund të flasë. Po patjetër mund të flasë. Mund të flasë, dhe mund ta marrësh kohën televizive. I them Klevit unë. Ja marr fjalën zonjës. Do flas. Se unë jam të fola të gjëra që deklarove ti. Jo, nuk i kthesh një përgjigje për Klevisin. Nuk flet na, jam të fol për djalin. Po, mund ta qetësoni siç rri unë i qet, të më dëgjojnë ajo mua. Surja, mund t'i kthesh. O Surja, unë jam të letë të qetë. Pra, siç po dëgjoj unë me vëmendje, të qetësohet. O Surja, se ke bërë një gabim të papar Surja, mos e moha, se ke lënë djalin 2 vite pa shku mund të vazhdosh dhe përgjigjen do ja thesh asaj. Po po të drejton, pse ke lënë djalin pa shku në komision ti? Po prezonja. Po pse ke lënë djalin pa shku në komision, të morin telefon Natasha. Unë po të tregoj me emra mër ty. Po të tregoj me emra. Të mori nga policia. Natasha, edhe i bëri presion. Ergisi tha, qoni van. I thash Ergisit, hajde ti me mua, ta qëmë djalin të këmbit të pror. Ju hoq kujdestaria në 2022 në gjykatë, po, të lutem. E hoq e prap. I kemi thënë të gjitha këto, mund t'i kthesh përgjigje. Faleminderit zonja Odeta që përsërim edhe fjalën. Po, se nuk kemi në seancë gjyqësore. Lutem edhe një herë, përsa thot zonja sepse nuk e ka çuar djalin në kemp,
të gjitha vizitat djalit janë realizuar, djali ka dalë në kemp, zonja në fjalë sa ka dalë në proces të gjyqësor, ka shkuar te kempi dhe është e interesuar për djalin që do të marrë kempin. Unë ka marrë punojësin të plotfuqishmin. Odeta, të lutem qetëso. Ose ja, këmbën ja kanë hequr djalin. Kthej përgjigje. Atëherë, po i kthej përgjigje. Zonja ka shkuar. Po patjetër edhe zonjës, ta shikoj zonjën përballë. Po patjetër, mund të flasësh. Dhe zonja në fjalë ka shkuar te kempi, ka debatuar. Unë kam shkuar te kempi. Të lutem. Po, te kati 3 te poliklinika. Te poliklinika qendrore Vlorë, dhe unë zonja Odeta ka marrë të plotfuqishmin e zonës. Të lutem, ka marrë të plotfuqishmin e zonës dhe i kanë thënë, zotëri, te komisioni ku unë duhet të çoj djalin për kemp, ndodhet zonja. Atëherë unë me zonjën kam shumë problematika dhe i plotfuqishmi më ka thënë Syria largohu dhe bëj shumë kujdes. Unë jam larguar zonjë, së bashku, zonja Odeta të lutem më dëgjoj dhe me dokumentacion. Unë jam larguar nga komisioni së bashku me djalin, ka marrë komisioni në telefon dhe duke njohur të gjitha problematikat, më ka thënë zotëri largohu nga komisioni se zonja ishte këtu dhe po pyeste. Të bëj një pyetje e vërtetë. Kaq të rrezikshme shkoni juve. Është zonja, sepse zonja merr 129 Po ndjeje. jemi disa minuta këtu. Të vjen ky zemar policin që bën dhunën. Edhe një herë, zonja duke marrë 129 nuk gjendet më e drejta, përfundon në dhomat e izolimit. Duar të më sjellë fëmijën në shtëpi. Se bank që mbahet fëmia që ka datinën djali mua. Për gjyna, ka 4 vjet pa ja festu datinën. Syria, fjala e fundit. Ke një mesazh për Suadën, mesazhi sa ishte mësues. Unë mesazh për zonjën kam, do me thënë fëmijët po të kenë dëshirë ta takojnë, të kenë marrëdhënie me nënën, të lutem mund ta parandalosh. Nëse ti do kesh pak bashkëpunim me fëmijët, prandaj po të realizohet kjo gjë. Unë nuk ndikoj në asnjë lloj bashkëpunimi, jam munduar, fëmijët janë mbi 18 vjeç dhe kanë dëshirën e tyre dhe sot po ju sjell një vendim të komisionit psikiatrik të djalit, ku kanë nxjerr komisioni dhe e ka ngritur gjykata dhe nga ky vlerësim komisioni përkatës nxjerr Klevis Ramaj, na prapambetje mendore e rënd me autizëm, kalon në prapambetje të lehtë mendore dhe është i aftë për gjithçka dhe nuk ka mbështetje. Lajmi më i mirë që duhet të nëzoj dhe ju vazhdoni gritën në të studio. Jo, jam drejt fundit. Në të gjithë këtë dokumentacion, zonja në fjalë, të lutem ta shpreh, zonja në fjalë nuk ka paguar as lekët e komisionit, as psikologët për të dalë mendimin. Është debitore. Surja, nuk mund të zgjidhim dot me media. Po më le të flas. Në një studio televizive nuk, edhe pse u përpoqja të kishim gjuhën e përbashkët mes këtij çifti e pamundur. Edhe pse kanë marrë një lajm të mirë për djalin e tyre që ka probleme, vazhdojnë të ngrinden. Uroj dhe shpresoj që gjykata e Vlorës të marrë një vendim si për babain dhe për nënën. E në fakt, vetëm përpara disa ditëve, një nën, një 28 vjeçare nga Elbasani, ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë, ku ajo rrëfeu vuajtjet që kishte kaluar në martesën e saj fatkeqësisht të dështuar. Një martesë e dështuar, por partneri i saj, Elame Borxhe, u largua e braktisti me 2 fëmijët e vegjël. Nuk do mjaftonte vetëm kjo gjë për Mirën, 28 vjeçaren, por ish vjera e saj e ka denoncuar dhe nusja e asaj shtëpie u dënua nga gjykata. Një rrëfim i ndjerë dhe i dhimbshëm 28 vjeçares, që ndodhi vetëm përpara disa ditëve në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, ne kemi vendosur sot ta risjellim këtë histori pasi ish vjera zonja Rabiane Nexhipi kërkon dhe ajo të reagojë ditën e sotme për të gjitha deklaratat që nusja e saj ka thënë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Mira është njoftuar nga redaksia e emisionit Pa Gjurmë dhe nuk hezitoi, mori leje në punës dhe mori gjithçka dhe sot me mua ndodhet në studio dhe menjëherë dua ta përshëndes. Mira, përshëndetje dhe mirëserdhje. Përshëndetje. Do më lejosh ditën e sotme që unë zonjën Rabiane ta përshëndes dhe përshëndes me njerë. Zonja Rabiane, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, motran, përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje. I e prekur nga ish nusja kur e dëgjove në televizor? Dëgjo, me uregjë me të, dëgjo në këtu. Ajo e ndoqi burin e shtëpia. Ka ardhur djali këtu, unë i sëmu. Por pse ish nusja e dëboj djalin tënd nga shtëpia? Po, më ka marrë në telefon, Alta,
edhe më ka thënë, do të ambash djalin aty, apo të marrë policinë edhe që të vinë sa i vente për të parë kalamajt. Jo, po pa dalte, Rabiane, të lutem, pa dalte çështja e fëmijëve që është shumë delikate dhe do diskutojmë gjatë për fëmijët, sepse është fati i 2 vëllezërve të vegjël që fatkeqësisht janë ndarë nga 2 prindër që nuk mundën dot i rrisnin bashkë. Por ju më thatë që e dëboj djalin tim nga shtëpia. Pse nusja, ish nusja e dëboj? Apo e dhunoi djali jot dhe ajo detyrua ta dëbonte? Dëgjon nëna, të dy ata uran leç për leç vajtë në polici të dy. Ka faj edhe djali im edhe ajo. Kanë faj. Të dy, se rrieshin. Por kur një martesë nuk shkon. Alda Mocik, do të ndihmoj unë me gjithë dyshen të paguar qiran, të paguar ajo. I pati 3 dhoma dhe 2 dhoma dhe kuzhinë, plot me plotka. I shiti për 300.000 lekë ajo. Çfarë shiti? Se Mira ka qenë me qira, nuk ka pasur banesë. Keni patur banesë? Jo. Me qira. Po me qira sepse Qiraxhiu donte parat. Ai e la qiran pa paguar, pa drita, pa ujë. Dhe unë sepse mi bante banka lekët, e di shumë mirë ti. Ti leti bante banka. Po, mi bante banka, po do mos qente. Fëmijët do që të hanin. Ai iku, nuk do ta mbaja me dhunë shtëpi. E di shumë mirë ti dhunën që shkaktonte ai. I mori fëmijët i hite nga dritarja. Po i ke parë kala. Dale ti tashi. Tashi e kam ura dhe që do flas. Unë ta kam një sekund, po. Ato ditë që keni ardhur juve, të shtëpia Esmeraldës, djalin e kisha unë. Po. Më erdhi në shtëpi dhe më tha, ma je për Seldi se do ta çon të logjike e të çaja. Po të rëndësi ka, se kur kanë ardhur këta në shtëpi, nuk ka rëndësi. Qa kemi nëna? Nëna qa ke? Do dalim në televizor, kaj. Do dalim në televizor. Se ma nëna, kush të ndorë në televizor? Edhe nuk i vura shumë rëndësi. Po nuk ka rëndësi, se të thosha unë ty, a nuk do thosha, se ta bëjë unë është... Të mbaroj unë. Ha, mbaro. Ishte vitirin, dale. Po. Ishte vitirin. Ma ke prur djali me datën 25 dhjetor. Po. Do të hajit, se s'kam që ati jap, po. Edhe djali do të rëftu. Po më falë, unë nuk të kam mëhuar, unë nuk të kam mëhuar dhe nuk të kam... Dale, për dale, si ke kanë të toki. Ti kërkon parat. Po shumë i pra, unë e kam pranuar që ta kam nëmë, djalin e ma ta kam nëmë një prokur që në 2022. Ju e thatë që dhe djali im kishte gabime, në momenti që djali jot e lën nusen me kredi, e lën në borxh në bankë. Të gënjen. Po kredita jo i ka se më ka sjell faturat e bankës. Qa fatura? Faturat e bankës që është në kredi. Unë punoja në bashki dhe ti e di shumë mirë që mua mamante rogën në bashkia. Prandaj u detyrova e lash punën. Ke Rafajt Bank, Alba. Ke Rafajt Bank e ka paguar lirimi se ka marrë 2 milion. E kemi ligujtuar. Po bankat e tjera? Po bankat e tjera që janë të hapura akoma sot? Jo, e ke fundi pesa e të këndën. Unë i kam videot ku ajo shprehet që djalin ti me hen kanceri, e bëf kanceri. Nuk ma ke fajt ti si nuse, po ma ka fajt djali. I ka thënë vetë Rabihane këto fjalë. Ti na nëzore, dëgjoma i kjo. Është e vërtet kjo gjë. Është e vërtet. Zonja Rabihane, të lutem. Të lutem, Mira, të lutem. Për punës për pensionin. Zonja Rabihane, të lutem, mund të bëj një pyetje, pa dyshim që ti ke sakrifikuar dhe po rrit një pintënd të madh akoma sot edhe kësaj dite dhe këtë gjë nuk është mohuar. Nuk është mohuar. Një vit. Nuk është mohuar nga Mira. Mira, të lutem. Po pra një vit e ke mbajtur. Edhe prapë unë jam përgjigjur, i kam të tëra me Western Union që unë jam përgjigjur me lekë, me monetë. Kurse jati vetë nuk është përgjigjur fare. Unë i kam mos i moho lekët e fëmijëve, sepse unë i kam dërguar me gjak, kam punuar me gjak. Të lutem, në momentin që Mira ka qenë në studio e ka deklaruar, djalin e vogël e kam çuar tek Zhvjera dhe nuk i kam treguar të vërtetën që do iki. Po, e kam pranuar. E ka treguar të vërtetën në studio dhe u largova në Greqi. Dhe herën ju e denoncuat. Ma la një vit. Iku hera parë, e bëra atë gabim, do të thënë, jo e bëra gabim, thjesht ika për arsye ekonomike. Ju e denoncuat. E dashur Rabihane, ju e denoncuat për braktisje dhe kjo nënë është dënuar. Por djalin tëm, pse nuk e ke denoncuar që i ka braktisur fëmijët? Nuk ka detyrë djalim thot për fëmijët.
se unë nuk imba, jam shtari Po, të edhe unë ta mora djalin, të kam dhënë dhe lek në ndej, të kam nisur dhe lek, i kam nisur përfit e mi, jo për ty. Vajtë të zyre për garinit. Po. Kërkove leke. Po, kishe vajtur ti atje, ishe akuar atje, dhe ata për bëna së gjë, sepse vajtë ti atje. Unë i kam quar letër zyrës për barimore me avokat. E kam thënë, mere dhe seldin, edhe do të shata 220, do të japë 250. Hajde mere dhe seldin, merë pensioni dhe vazhdo Po, jetën. aja ke dhënë ndonjëherë këto para, sepse me fjalë... Asë njërë, thjesht ka marrë nga mua, jo më ka dhënë, Po i kam pasë ka në marrë fëmijë, nga po mua. qëllë e kërkona jo. Po qa ke pasë? Jo, pa ju nuk ka punë me ju, ajo nuk kërkon juve lek, ajo i kërkon babaj të fëmijëve, se s'ka lidhje me ju. S'do pagon ju pensionin ushqimor. Babaj fëmijëve ka dhënë Jo, babaj thot kam lënë nën, mama. Babaj nuk përgjigje, thot kam lënë mama. Edhe 6 vjet ai. Vjera juaj e zbuloi emrin tuaj, dashur apo pa dashur. Një mesazh të fundit e ju. Mesazhi im është që, do me thënë, unë nuk kam asgjë me Vjerën. Unë thjesht kërkoj që ai t'i japi prokur, nuk po dua lek nga ai, se di që nuk je pas një herë, desa të kenë jetën. Por, më japi një prokur edhe unë nuk të kesh mundësi për të lëvizur jashtë, për të vazhduar jetën. As me kunatën, as me ish bashortin. Thjesht më japi një liri për fëmijët. Redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë një nga zhdukjet më të bushme post-komunizmit në Shqipëri, pikërisht zhdukja e Remzi Hoxhës, një shqiptar nga Shkupi, i cili kishte ardhur me familjen e tij, jetonte në kryeqytet këtu në Tiranë, por mesditën e 21 tetorit të vitit 1995, ai u rrëmbye nga ish punojës të shik, u vra dhe trupi i tij u zhduk. U mbushën 30 vite dhe ende familja nuk e ka trupin dhe nuk ka një varr të Remzi Hoxhës. Edhe pse ish gjykata e krimeve të rënda në vitin 2012 shpalli një fajtor, Ilir Kumbaron, ish punojës i Shikut të Tiranës, ky fundit u largua, është narra e tij, u dyshua fillimisht se shkoi në Britaninë e Madhe dhe pse aty ende kërkohet nga drejtësia e Britanisë së Madhe, por ende nuk është gjetur një gjurmë. Do të flasim sot për këtë zhdukje të bushme dhe me mua në studio është djali i Remzi Hoxhës, Ardian Hoxha. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit. 21 tetor të këtij viti, plot 30 vite nga zhdukja e babait tuaj. Besoj që shpresa është ajo që vdes së fundit. Ende keni shpresë për të gjetur trupin e tij. Po normal, përderisa nuk kemi një varr, përderisa nuk e kemi trupin e tij, gjithmonë është 1% që dëvon të mendosh që edhe mund të jetë gjallë. Do thotë, ne kështu e dim, ka fakte dëshmitare kështu me radhë që kanë treguar se ai ka ndruar jetë në ditën e 4 apo të 5 pas rrëmbimit, po që i bie data 26, 27, 25, 26 tetor 1995. 95, edhe një mënyrë është e vështirë sepse nuk ka konkluzion. Domethënë nuk është mbyllë si rast dhe për neve ende është që na e ngacmon shpirtin çdo ditë. Avokat, ju e keni njohur mirë Remzi Hoxhën, i cili djali do ma konfirmoj, ka ardhur në Shqipëri me familjen në 1991. 91 ka ardhur vetë, ne jemi bashkangjit 95. Në 95. Disa muaj para se ta rrëmbeni. Ju e keni njohur në ato vite Remzi Hoxhën. Në fakt, kush është skenari? Ishte një rrëmbim për ta trembur, apo ju ngeli në dorë dhe nuk dini çfarë të bënin? Jo, unë e kam njohur ky në vitin 1991. Kishim krijuar Partinë e Unitetit Kombëtar atëherë, në 10 janar të 91-shit, edhe unë isha kryetari i kësaj partie dhe themeluesi i saj. Dhe Remziu vinte shpesh tek zyrat tona, ne zyrat i kishim aty bashkë me ish Selin e Partisë Demokratike, ne, domethënë nga ana këteje e Godinës. E Drinit, ose Drinit përballë asaj që është vrarë Azem Hajdari, dhe ata hyrin andeja. Kishim 8 zyra aty. Dhe në ato zyra Remziu vinte shpesh. Vinte shpesh, ne fillimisht e kemi njohur si biznesmen, se merresh me biznes, edhe ishte i rrallë. Na dukesh diçka e veçantë në aspektin që ne atje ishim shumë të varfër, me thënë drejtën. Edhe për të bërë një aktivitet, një mbledhje, një gjë për një sallë e kështu, domethënë ishim keq, nuk gjenim dot fonde për të asnjë fond për një aktivitet. Dhe ai ishte gjymert i madh. Po të ishte një aktivitet kombëtar, bie fjala për çështjen kombëtare, për bashkimin kombëtar, për
gazetën Kombi, në një ndihmë e tjera, do më thënë ishe njëri që ndihmonte. Remziu faktikisht në qarqe të ngushta, ilegale, ai konsiderohet sikur ishte kryetari i një lloji shërbimi informativ të lëvizjes për çlimin e Kosovës. Ajo lëvizja e rrethima e re që kishte lindur. Lëvizjen nga udbashët, që thoshin atyre në atë kohë, edhe ai ishte syri, domethënë syri i kësaj sigurie që i ruante njerëzit e tjera. Edhe materiali që ai sytë e tij që kishin para atje, edhe një filmim që faktikisht ai kish bërë në Ohër, kur ish bërë takimi siç thash, i Grigorovit, i Slobodan Miloševićit edhe që ishte Sali Berisha, ajo ishte i befasje jashtëzakonshme për Shqipërinë, edhe rrëmbimi i tij për këtë shkak u bë faktikisht. U bë se u mor vesh që ky e kish par takimin, e kish filmuar dhe ishte dëshmitar okular i asaj që ndodhi në Ohër. Me ekzekutimin e tij pastaj është marrë Bashkim Gazetete, ishte kryetari i Shikut të Shqipërisë, që e muarën e çuan në Vllahin, në Vahin. Dhe atje ai është torturuar për shumë ditë me radhë. Është torturuar njerëz edhe të rreth që kanë qenë larg, domethënë kështu se atje s'ka shtëpi banimi e tjera, po tregojnë që dëgjonin domethënë klithma, ulërima, që domethënë ishin me gjithmend të rrënqetëse. Thonë edhe banor atje të atyre fshatrave aty për rreth në Lezhë. Dhe tani ai na torturat mund të ketë ngelur dhe në dorë. Ata mas e kanë dashur deri në fund që t'i nxjerrin të vërtetën edhe nuk janë nxuar dot, edhe ai u ngeli në dorë edhe vdiq. Po problemi është që ku e çuan pastaj atë. Ai ju ngeli në dorë, trupi i tij u dyshua ku zhdu, ku versionet u thanë të ndryshme. Janë disa versione, por ai version bie fjala që mori 20.000 euro që do të tregonte ku është varrosur, ai tashmë u zhduk pastaj, u zhduk. E shktuaj midis nesh, po problemi është që nuk e dha me atë version që ku ndodhë, se thoshte sigur gjoja e kanë quar në mali me gropa, po s'ishte e vërtet, kurse versioni tjetër ishte që versioni tjetër është nga vetë këta që e kanë bërë faktikisht të gjenë, bisedat që kanë bërë në atë kohë, më thënë edhe që kur u e shkërkuar që kysh ndodhi, edhe kanë thënë që ai na ngeli në dorë, nuk na i mori mendja që do na vdiste në duar, ne mendonim që të vazhdonim dhe ta pyesnim, edhe menduam se po ta qetësonim, po qetësohej sipas nesh, por kur vajtëm ai na ngeli në dorë dhe për rjedhoj e muarëm, e kanë marrë me një siç është folur në atë kohë, gjithnjë. Siç është folur, e marrën me një tip varke me motor aty, edhe në një thellësi të detit aty ku ishin, thellësit detit e kanë hedhur. Atje, pasi e kanë bërë copa e kanë hedhur. E kam thënë shumë herë që Sali Berisha do njihet si anti-shqiptari më i madh i gjitha kohrave. Po edhe te pjesa e Edi Ramës, që është një nga liderët më të suksesshëm të historisë moderne të Shqipërisë, që vetë nuk ka qenë pjesëmarrës në këtë, po duke mos u angazhuar, lidhet me atë thënien drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Kështu që edhe në këtë, nëse nuk angazhohesh, i bie që nuk t'intereson edhe do të nuk ke interes ta zbardhësh. Ai shpesh e përmend liria ka emër, që e suporton Hashim Thaçin, po edhe babi im ka qenë prej aktivistëve shumë të mëdhej, kështu që nëse e ka me të vërtetë atë liria ka emër, le të angazhohet me rastin e babit tim, sepse është shumë lehtë, sepse Arben Sevgjini është ende në Shqipëri. Dhe uroj të zbaret kjo e vërtet. Falenderoj që të pata në studio. Një të vogël, nëse më lejon, vetëm një 30 sekonda, vetëm të lutem. 30 sekonda. Po. Unë mesazhin e kam drejt për Sali Berishën. Edhe bile e shikojnë sy. Arben Sevgjinin e shikojnë sy. Edhe ata të tjerët që din ku është varri i tij. Tregojani varrin djalit të tij. Të paktën shlyeni një lloj mëkati. Tregojani varrin. Mos e merrni me vete këtë, sepse është barr e jashtëzakonshëm për gjithë farefisin tuaj, se është plagë edhe tragjedi që nuk shërohet kollaj. Ju falenderoj që u pata në studio dhe uroj të zbaret kjo e vërtet.
Të cilin në fokus sot historinë e Meriman Lleshit, një 42 vjeçar nga Hasi Dashurmiq, ku vetëm përpara disa kohëve është denoncuar nga motra e tij, zonja Valdete, për humbjen e 42 vjeçarit, i cili është larguar nga banesa në datën 2 tetor të këtij viti dhe drejtimi fillimisht ngeli i paditur, por më pas nga kërkimet që motra bëri në policinë e Hasit mësoi se vllai nga stemi tim s'kishte dalë jashtë territorit të Shqipërisë. Ne e sillim sot në fokus sepse ky 42 vjeçar, motra ka udhëtuar nga Hasi, ndodhet me mua në studio dhe unë dua ta përshëndes. Valdete, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje Odeta, mirë si u gjeta. E në fakt ti e di se ku e ke vllajin. Po. Ai është aktiv në rrjetet sociale, poston në llogarinë e tij në Facebook, ka një numër telefoni, por ti nuk e di fiks adresën e saktë të shkosh ta marrësh sepse duhet theksuar për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur që vllai ka probleme shëndetit mendor. Po, Odita, vllai qas qet në Facebook. U bë goxha ditë që është larg shtëpisë. Po, Odita, edhe kemi frikë se vllai ku ka shku që të nesërme në Itali e ka bler numrin. Një numër italian. Po, Dhe edhe dyshojmë se vllajin e shfrytëzon dikush vllajin, s'ka mundësi vllai që ta blej vetë atë numër. ju dyshoni se ai nuk ka ikur vetë me dëshirë, por dikush i ka mbushur mendjen, e ka Dikush ja ka marrë dhe mbushur e mendjen që i shfrytëzon. kanë thënë vllajt, hajde se ta gjejmë ne nonën e babën, pali çaj kanë thënë vllajt, ja kanë mbushur mendjen që ti ke vllaj. E shfrytëzojnë për lypje, Edhe për çfarë? shfrytëzojnë për ndaj gjë vllajin, frikëm. Ka s'm shkon menja. Frika Lutem ime. Odeta, ty dhe stafit tuaj, të më ndihmoni që ta kthej vllajin në Shqipëri. Sa ka hyrë e kam ble numrin. Është pajisur me numër. Po, Dhe kjo të bën të dyshosh, që ai sa ka hyrë në territorin italian, ka qenë i pajisur me një numër po të atij shteti dhe kjo të bën të dyshosh se ndoshta dikush është afër ti dhe e shfrytëzon. po, unë në fakt Odeta e shifsha vllajin të folin në telefon për ditë. E dëgjojsha, po Dhe jo desha të pyesja, kishe kuptuar diçka përpara që vllai mund të kishte komunikime të tilla siç po më tregon? Përpara se të largohej nga shtëpia. Përpara se Ai ta- fliste në telefon. Po, flisën në telefon, po i folshin me gjuhë huj, anglisht, jo shqip. Vllai juaj e zotëron gjuhën anglisht? Jo, Odeta është pak, jo. Se të gjitha statuset e tij janë në gjuhë huaj. Po mos i kthen vllai kështu në... Nëpërmjet e qartë. Se jo, nuk ka Faqe të cilat Po, përdoren po, dhe shfrytëzohen për përkthime. Kështu e një gjësha për ditë vllajin, me ka po fol vllai, mos e mashtron kush vllajin. Por ti dëgjoje një zë tjetër nga anët e telefonit, apo nuk dëgjoj? Se ndoshta për shkak të problemeve ai bënte se ku fliste në telefon edhe mbas s'ka folur me askënd. Prandaj dua të pyes, je sigurt që ai ka folur me persona të tjerë? Po, Ke arritur t'ja marrësh telefonin dhe të shikoje numrat kush? e jo, nuk kishe mundo që t'ja marr vllai telefonin, se m'ja prek telefonin vllai gjunte. Ai ka qenë dhe i dhunshëm. Jo, i dhunshëm nuk ka qenë, po te telefoni nuk ja lën askujt vllai. Të bëjmë të gjithë bashkë, të ndihmojmë ty, por kryesisht vllain tënd që është i sëmur, që ndodhet situatë rruge, por ajo që më bën përshtypje, nëse ai është në situatë rruge, si e karikon telefonin? Që gjithë ditën qëndron online në Facebook, bën statuse të tilla, shkruan, telefonin e ka të hapur të karikuar, me pagesë telefoni, dhe kjo më bën përshtypje. Nuk e di, Odeta, vetëm mram kishte qenë vllai me një lokal shqiptarësh. Një vaj... Ti gjithnjë mëson rrugëtimin e tij në Itali nëpërmjet ato që ai poston. Poston, po Ato që ai vetë deklaron në rrjetin social Facebook. Po nuk gënjen, vllai. Ato që kështu nuk gënjen asnjëherë vllai. Kështu flet për shembull, e kam nënën gjallë babën, po nuk gënjen çaj qet. Mirë, do ngrihem dhe do shkoj pranë telefonit në këto momente. Do tentoj të marr 42 vjeçarin Meriman Lleshi. Nuk mund ta quajmë të humbur. Ai është larguar nga banesa, por motra vazhdon të kërkojë ndihmë dhe të tregojë që vllai i saj është i humbur përderisa ajo nuk e ka në shtëpi. Ai ka marrë një numër italian dhe zilja bie. Motra ka frikë ta telefonoj, sepse sa po t'i dëgjoj zërin, ai e mbyll. Do tentoj sot unë, në këtë transmetim live, ta telefonoj. Zilja nuk po bie, do tentoj edhe një herë. Segreteria telefonica di... Na i mbylli. Do tentoj nga celulari im. Do tentoj nga celulari im, ndoshta i del numër
zyre, e fik, i njeh numrat e celularit, tani do të bëj dallimin e një numri celular dhe një numër zyre? Tash jo dita edhe nuk e hap, se ka frikë që mos ta zbulojnë se ku është. Mos qajt, lutem. Hello? Përshëndetje, Meriman. A mund të di në të flas? Meriman, unë jam Odeta dhe dua të takoj, në çfarë vendi ndodhesh? Po, ju jeni në Itali? Po, në çfarë vendi ndodhesh? Hero, e ke marrë në ndonjë plasje të kryeministit tuaj, se ndoshta nuk kam Facebook. Meriman, a dëshiron ti të kthehesh në Shqipëri? Tregon nivelin tonë në këtë aspekt. I dashur Meriman, jam një zonjë që dua të të ndihmoj ty. Sepse kam parë statuset që ti ke hedhur në Facebook dhe ke kërkuar ndihmë, ke treguar që jam pa bukë dhe jam në rrugë dhe unë dua të të ndihmoj. Po kjo është niveli juaj. Mund të më tregosh vendin në të cilën ndodhesh? Të kryeministit dhe I dashur Meriman, a ke nevojë për diçka, a ke nevojë për para, a ke nevojë për rroba, a ke nevojë për ushqim ti dërgojmë? E kuptoj zemërsin, urimet e prezenta janë reciprok. Pëse së një uri nuk kene tokën nga kryeministria të finanse... Meriman, të lutem, Meriman, Meriman, të lutem, po të pyes, ke nevojë për ushqim, për para, për rroba, Unë nuk jam psikologe dhe ndoshta bëra gabim që e bëra këtë telefonat, sepse nuk dija të sillesha në transmetim me një person që ka probleme shëndetit mendor, uroj që mos kem bërë dëmin, që ai mos ta mbylli këtë numër dhe të na humbasi përgjithmonë. Sinqerisht, ndoshta bëra dhe gabim që e bëra këtë telefonat. Jo, se nuk e hiq vllai numrin. Ti e në vllajn as rrugëve, nuk e merr dot kush që ta stroi vllajn atje. Edhe unë dua ta mbyll programin ditën e sotme duke i bërë thirrje të gjithë atyre që janë duke na ndjekur për të ndihmuar këtë motër e cila pas humbjes së prindërve, familja Leshi ka një histori shumë të trisht. Kanë humbur prindrit nga kjo jetë dhe Valdeti është kujdesur për të dy vëllezërit e saj të sëmur. Nuk u martua kur dhe jetën u ka dedikuar atyre, por fatkeqësisht Merimani është larguar nga banesa, ajo po bën gjithçka për ta rikthyer në shtëpi, por ky 42 vjeçar me probleme shëndeti mendor ka ngelur në shtetin italian, dyshohet që është në Rom dhe nuk di të kthehet. Kushdo që do të bashkëpunoj me ne për këtë rast të dhimbshëm, të na telefonoj dhe ta uroj me zemër që të gjendet ai i gjendur është, ne i dëgjuam zërin ditën e sotme, por ta kthejmë sa më shpejt. Kështu do mbetemi në kontakt dhe të falenderoj. Ju falenderoj edhe ty dhe stafit tuaj Odeta. Faleminderit dashur Valdete. Mirë, me historinë e Meriman Leshi dashur miq, ne kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish, ju e dini që pa gjurmë vjen çdo ditë nga Hana të premte, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.